Data 28 mars. Eksodi, kapitulli 39. Pastaj me stofa ngjyrë vjollc, të purpurt dhe flak të kuqe, bëri rroba të punuara mirë për të shërbyer në shenjtërore dhe bën rrobat e shenjta për Aronin, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Ai bëri efodin prej arje me fill ngjyrë vjollc, të purpurt dhe flak të kuqe dhe me li të hollë të përdredhur. Dhe e rrahën ari në peta dhe e pren në fije, për ta endur në stofën ngjyrë vjollc, të purpurt dhe flak të kuqe dhe në lirin e hollë të përdredhur, punë e një artizani të shkathët. I bën dhe supore të bashkuara, kështu efodi mbahej tokë në të dy skajet e tij. Dhe brezi i punuar artistikisht që ishte mbi efodin për ta lidhur, kishte po atë përgatitje, me ar, me fije ngjyrë vjollc, të purpurt dhe flak të kuqe dhe me li të hollë të përdredhur, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Pastaj u punuan gurët e oniksit që u ngallmuan në rreth ari dhe që u gdhendën ashtu siç gdhenden vulet e vogla me emrat e bijve të Izraelit. Ai pastaj i vuri mbi suporët e efodit si gur për të përkujtuar bijtë e Izraelit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Pastaj ai bëri pektoralin e punuar artistikisht, ashtu si puna e efodit, me ar, me fill ngjyrë vjollc, të purpurt dhe flak të kuqe, si dhe me li të hollë të përdredhur. Pektorali kishte formë katrore. E bën të palosur më dysh, të gjatë sa pëllëmba dhe të gjerë po aq, kur ishte i palosur më dysh. Dhe u ngallmuan 4 radhë gurësh, në radhën e parë një sardon, një topaz dhe një smerald. Në radhën e dytë një rubin, një safir dhe një diamant. Në radhën e tretë një hiacint, një agat dhe një ametist. Në radhën e katërt një grizolit, një oniks dhe një diaspër. Këta gur ishin futur në rrathet e tyre prej ari. Gurët u korrespondonin emrave të bijve të Izraelit, 12 sipas emrave të tyre të gdhendur si vula, secili me emrin e njërit nga 12 fiset. Mbi pektoralin bën gjithashtu zinxhir prej ari safi të lidhur si kordon. Bën edhe 2 rrath të artë dhe 2 unaza të arta dhe i vun 2 unazat në 2 skajet e pektoralit. Pastaj i fiksuan të 2 kordonet e artë mbi të 2 unazat në skajet e pektoralit. Pas kësaj fiksuan 2 majat e 2 kordoneve në të 2 rrathet dhe i vendosën mbi 2 suporet e efodit në pjesën e përparme të tij. Bën gjithashtu 2 unaza ari dhe i vun në 2 skajet e pektoralit, në buzën e tij që ndodhet në pjesën e brendshme të efodit. Bën gjithashtu 2 unaza të tjera ari dhe i vun mbi 2 suporet e efodit poshtë, nga përpara, pranë pikës së bashkimit mbi brezin e punuar artistikisht të efodit. Pastaj i lidhen unazat e pektoralit me unazat e efodit me një kordon ngjyrë vjollc, me qëllim që pektorali të rrinte mbi brezin e punuar artistikisht të efodit dhe të mos shkëputej prej këtij të fundit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Ai bëri gjithashtu mantelin e efodit, i tërë ngjyrë vjollc, një punim prej endësi. Në mes të mantelit kishte një të hapur për të futur kokën. Rreth i qark të hapurës kishte një buzë stofi të punuar, ashtu si hapja e një parzmoreje, me qëllim që të mos shqyhej. Mbi buzën e mantelit bën disa sheg në ngjyrë vjollc, të purpurt dhe flak të kuqe me fill të përdredhur. Dhe bën disa zile prej arit të pastër dhe i vun në mes të shegëve në buzën e mantelit rreth e qark shegëve. Një zile dhe një sheg, një zile dhe një sheg, rreth e për qark. Mbi buzën e mantelit për të bërë shërbimin ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Ata bën edhe tunikat prej lirit të hollë, një punë prej endësi, për Aronin dhe bijtë e tij, çallma prej lirit të hollë, zbukurimin e mbulesave të kokës prej lirit të hollë dhe pantallonat prej lirit të hollë të përdredhur. Dhe brezin prej lirit të hollë të përdredhur, në ngjyrë vjollc, të purpurt dhe flak të kuqe, një punë prej qëndistari ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Pastaj bën pllakën e diademës së shenjtë prej ari safi dhe gdhendën mbi të si mbi një vul fjalët, shenjtëri i Zotit, dhe mbërthyen në të 2 kordelet ngjyrë vjollc për ta lidhur në majë të qalmës, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Kështu përfundoi tërë puna e tabernakullit dhe e çadrës së mbledhjes.
Bijtë e Izraelit vepruan sipas të gjitha urdhrave që Zoti i kishte dhënë Mojsiut. Ata vepruan në këtë mënyrë. Pastaj i quan Mojsiu tabernakullin, çadrën dhe tërë veglat e saj, kapset, dërrasat, traversat, shtyllat dhe bazat e tyre, mbulesën me lëkura dashi të ngjyra në të kuq, mbulesën me lëkura baldose dhe velin e perdes, arkën e dëshmisë me shtizat e saj dhe pajtuesin, tryezën me të gjitha veglat e saj dhe bukën e paraqitjes, shandani për i ari safi me llambat e tij, llambat e vendosura në rregull, të gjitha orendit e tij dhe vajin për dritën e shandanit, altarin për i ari, vajin e vajosjes, temjanin e parfumuar dhe perden për hyrjen e çadrës, altarin për i bronzi, grilën e tij për i bronzi, shtizat e tij dhe të gjitha veglat e tij, legenin me bazën e tij, perdet e oborrit, shtyllat e tij me gjithë bazat, perden për hyrjen e oborrit, kordonet e oborrit, kunjat e tij dhe të gjitha veglat për shërbimin e tabernakullit, për çadrën e mbledhjes, rrobat e punuara mirë për të shërbyer në shenjtërore, rrobat e shenjta për priftin Aron dhe rrobat e bijve të tij për të shërbyer si priftërinj. Bijtë e Izraelit e kryen tërë punën sipas të gjitha porosive që Zoti i kishte dhënë Mojsiut. Mojsiu pra shqyrtoi tërë punën dhe ja, ata e kishin kryer sipas urdhrave të Zotit. Ata e kishin bërë kështu. Kështu Mojsiu i bekoi. Gjoni, kapitulli 18. Mbasi tha këto gjëra, Jezusi doli me dishepujt e tij përtej përrojt të Kedronit, ku ishte një kopësht në të cilin hyri ai me dishepujt e tij. Dhe Juda, i cili po e tradhtonte, e dinte vendin, sepse shpeshherë Jezusi bashkohej atje me dishepujt e tij. Atëherë Juda mori një kohort ushtarësh dhe rojtar nga kryepriftërinjt dhe nga farisejt, erdhi atje me fener, pishtar dhe me armë. Atëherë Jezusi, duke ditur gjithçka që do t'i ndodhë, doli dhe u tha atyre: "Kë kërkoni?" Ata ju përgjigjen: "Jezus Nazarenasin." Jezusi u tha atyre: "Unë jam." Por dhe Juda që po e tradhtonte ishte me ta. Kur u tha atyre: "Unë jam", ata u zbrapsën dhe ranë për dhe. Atëherë i pyeti përsëri: "Kë kërkoni?" Por ata thanë: "Jezus Nazarenasin." Jezusi u përgjigj: "Ju kam thënë se unë jam, prandaj nëse më kërkoni mua, i lini këta të shkojnë." Që të përmbushej fjala që kishte thënë: "Nuk humba asnjë nga ata që më ke dhënë." Atëherë Simon Pietri, që kishte një shpatë, e nxori dhe i ra shërbëtorit të kryepriftit dhe ja preu veshin e djathtë, dhe shërbëtori quhej Malk. Por Jezusi i tha Pietrit: "Futë shpatën tënde në miell. A nuk do ta pi unë kupën që më ka dhënë Ati?" Atëherë kohorta e ushtarëve dhe kapiteni dhe rojtarët e judejve e kapën Jezusin dhe e lidhen. Dhe e quan më parë tek Ana, sepse ishte vjehri i Kajafës që ishte kryeprifti i atij viti. Por Kajafa ishte ai që i kishte këshilluar judejnë se ishte mirë që një njeri të vdiste për popullin. Por Simon Pietri dhe një dishepull tjetër ndiqnin Jezusin. Dhe ky dishepull ishte i njohur i kryepriftit dhe hyri me Jezusin në oborrin e kryepriftit. Por Pietri qëndroi përjashtë atë dera. Atëherë dishepulli tjetër që ishte i njohur i kryepriftit doli dhe foli me portierën dhe futi brenda Pietrin. Dhe shërbëtori e portieri i tha Pietrit: "Mos je edhe ti nga dishepujt e këtij njeriu?" Ai i tha: "Nuk jam." Ndërkaq shërbëtorët dhe rojtarët kishin bërë një zjarr me qymyr dhe qëndronin në këmbë ngroheshin, sepse bënte ftohtë. Edhe Pietri qëndronte në këmbë me ta dhe ngrohej. Por kryeprifti e pyeti Jezusin për dishepujt e tij dhe për doktrinën e tij. Jezusi u përgjigj atij: "Unë i kam folur haptas botës. Unë gjithmonë kam mësuar në sinagogë në tempull, ku gjithmonë mblidhen judejt dhe s'fola asgjë në fshehtësi. Ç'më pyet mua? Pyet ata që kanë dëgjuar që fola atyre. Ja, ata e dinë çfarë kam thënë unë." Si i tha këto, një nga rojtarët që i rrinin afër i ra Jezusit me shuplak duke thënë: "Kështu i përgjigjesh kryepriftit?" Jezusi u përgjigj: "Po të kem folur keq, dëshmo ku është e keqja. Por po të kem folur mirë, përse po më bie?" Atëherë Ana e dërgoi të lidhur te Kajafa, kryeprifti. Por Simon Pietri rrinte aty e ngrohej. I than pra: "Mos je edhe ti nga dishepujt e tij?" Ai e mohoi dhe tha: "Nuk jam." Një nga shërbëtorët e kryepriftit, një farefisi i atij, të cilit Pietri ja kishte prerë veshin, tha: "A nuk të pash në kopësht me të?" Dhe Pietri e mohoi sërish dhe menjëherë këndoi gjeli. Pastaj nga Kajafa e quan Jezusin në pretorium, por ishte mëngjes herët.
dhe ata nuk hynë në pretorium që të mos ndoteshin, por të mund të hanin pashkën. Atëherë Pilati doli jashtë pranë tyre dhe tha: "Ç'padi sillni kundër këtij njeriu?" Ata u përgjigjen dhe i thanë: "Po të mos ishte keqbërës ky, nuk do ta kishim dorëzuar." Atëherë Pilati u tha atyre: "Merreni ju dhe gjykojeni sipas ligjit tuaj." Por judejt i thanë: "Neve nuk na lejohet të vrasim njeri." Kjo ndodhi që të përmbushej fjala që kishte thënë Jezusi kur kishte treguar se me ç'vdekje duhej të vdiste. Atëherë Pilati hyri përsëri në pretorium, e thirri Jezusin dhe i tha: "A je ti mbreti i judejve?" Jezusi u përgjigj atij: "E thua ti këtë nga vetja, apo ta kanë thënë të tjerë për mua?" Pilati u përgjigj: "Jam unë vallë jude? Kombi yt dhe kryepriftrin të dorëzuan tek unë. Çfarë ke bërë?" Jezusi u përgjigj: "Mbretëria ime nuk është prej kësaj bote. Po të ishte mbretëria ime prej kësaj bote, shërbëtorët e mi do të luftonin që të mos u dorëzohesha judejve. Por se tani, mbretëria ime nuk është prej këtej." Atëherë Pilati i tha: "Ti pra shen ke mbret?" Jezusi u përgjigj: "Ti thua se unë jam mbret. Për këtë unë kam lindur dhe për këtë kam ardhur në botë, që të dëshmoj për të vërtetën. Kushdo që është prej së vërtetës, dëgjon zërin tim." Pilati i tha: "Ç'është e vërteta?" Dhe si tha këtë, doli përsëri pranë judejve dhe u tha atyre: "Unë nuk gjene të asnjë faj, por ndër ju është zakon që unë t'ju liroj një për pashkë. A doni pra që t'ju liroj mbretin e judejve?" Atëherë të gjithë bërtiten përsëri duke thënë: "Jo këtë, por Baraban." Por Baraba ishte një kusar. Fjalët e urta. Kapitulli 15. Përgjigja e ëmbël e fashit zemërimin, por fjala therse e nxit zemërimin. Gjuha e të urtëve përdor dijen ndershmërisht, por goja e budallëve nxjerr marrëzira. Sytë e Zotit janë kudo për të shikuar të këqijt dhe të mirët. Një gjuhë e shëndosh është një dru i jetës, por gjuha e çoroditur e sfilit frymën. Budallaja përçmon korrigjimin e atit të tij, por ai që e çmon kritikën vepron me zgjuarsi. Në shtëpinë e të drejtit ka bollok të madh, por në të ardhurat e të babesit ka telashe. Buzët e të urtëve përhapin dijen, por nuk vepron kështu zemra e budallëve. Sakrifica e të babesve është një neveri për Zotin, por lutja e njerëzve të drejtë i pëlqen atij. Rruga e të babesit është një neveri për Zotin, por ai do atë që ndjek drejtësinë. Një qortim i rënd pret atë që braktis rrugën e drejtë, ai që urren kritikën ka për të vdekur. Sheoli dhe Abadoni janë para Zotit, sa më tepër janë zemrat e bijve të njerëzve. Tallsi nuk e do atë që kritikon, ai nuk shkon tek të urtët. Një zemër e gëzuar e bën të lumtur fytyrën, por nga pikëllimi i zemrës fryma dormohet. Zemra e njeriu me mend kërkon dijen, por goja e budallëve ushqehet me marrëzi. Të gjitha ditët e të varfrit janë të këqija, por për një zemër të kënaqur ka fest për herë. Më mirë pak me frikën e Zotit se sa një thesar i madh me shqetësime. Më mirë një pjatë me perime në të cilën ka dashuri, se sa një kaj i majmur në të cilin ka urrëtie. Njeriu gjaknëzet nxit grindje, por ai që nuk zemrohet shpejt i shqetëson grindjet. Rruga e përtacit është një gardh ferrash, por shtegu i njerëzve të drejtë është i sheshtë. Biri i urtë gëzon të atin, por njeriu budalla përçmon të ëmën. Marrëzia është gëzim për atë që nuk ka mend, por njeriu që ka mend ecën drejt. Planet dështojnë kur nuk ka arsye, por realizohen atje ku ka një mori këshilltarësh. Një njeri ndjen gëzim kur mund të jap një përgjigje dhe sa e mirë është fjala që thuhet në kohën e duhur. Njeriu e matur rruga e jetës e çon lart në mënyrë që të shmang sheolin poshtë. Zoti do të shkatërrojë shtëpinë e krenarëve, por do t'i bëjë të qëndrueshme kufit e gruas së ve. Mendimet e këqija janë të neveritshme për Zotin, por fjalët e pastra janë të ëmbla. Kush lakmon fitime vën në rrezik shtëpinë e vet, por ai që urren dhuratat ka për të jetuar. Zemra e të drejtit mendon thellë se si duhet të përgjigjet, por goja e të pabesit e vjell gjëra të këqija. Zoti urri larg të pabesve, por dëgjon lutjet e të drejtëve. Drita e syve gëzon zemrën, një lajm i mirë i forcon kockat. Veshi që e dëgjon qortimin e jetës ka për të qëndruar bashkë me të urtët. Kush nuk pranon qortimin,
e përçmon vetë shpirtin e tij, por ai që dëgjon qortimin bëhet më i urtë. Frika e Zotit është një mësim diturie dhe përpara lavdis vjen përulësia. Filipianëve, kapitulli 2. Pra në qoftë se ka ndonjë ngushëllim në Krisht, ndonjë ngushëllim dashurie, ndonjë pjesëmarrje të frymës, ndonjë përdollim edhe mshuri, atëherë bëni të plot gëzimin tim, duke pasur të njëjtin mendim, të njëjtën dashuri, një unanimitet dhe një mendje të vetme. Mos bëni asgjë për rivalitet, as për lavdi të kotë, por me përulësi se cili ta çmoj tjetrin më shumë se vetveten. Të mos shikoj se cili interesin e vet, por edhe atë të tjerëve. Kini në veten tuaj po atë mendje që ishte edhe në Jezu Krishtin, i cili edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndin, por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajt shërbëtori e u bë i ngjashëm me njerëzit, dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme po si njeri, e përuli veten duke u bërë i bindur deri në vdekje, edhe deri në vdekje të kryqit. Prandaj edhe Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dhuroi një emër përmbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë atyre që janë në qiell dhe mbi tokë dhe nën tokë, dhe çdo gjuhë të rrëfej se Jezu Krishti është Zot për lavdi të Perëndisë atë. Prandaj, të dashurit e mi, ashtu sikur se keni qenë gjithnjë të bindur, jo vetëm kur isha i pranishëm, por edhe më shumë tani që jam larg, veproni për shpëtimin tuaj me frikë, me dridhje, sepse Perëndia është ai që vepron në ju edhe vullnetin, edhe veprimtarin sipas pëlqimit të tij. Bëni gjithçka pa murmuritje dhe pa mëdyshje, që të jeni të paqortueshëm dhe të pastër, bi të Perëndisë të patëmet, në mes të një brezi dredharak dhe të çoroditur, në mes të cilit ju ndriçoni si pishtar në botë, duke e mbajtur lart fjalën e jetës, që unë të keme se të mburem në ditën e Krishtit, se nuk vrapova kot dhe as nuk mundova kot. Por edhe sikur unë të jem spërkatur për mbi flijimin dhe për mbi shërbesin e besimit tuaj, gëzohem dhe ngazëlehem bashkë me ju të gjithë, po ashtu edhe ju gëzohuni dhe ngazëlehuni bashkë me mua. Por shpresoj në Zotin Jezus t'ju dërgoj së shpejti Timoteun, që edhe unë, duke njohur kushtet tuaja, të inkurajohem, sepse nuk kam asnjë në një mendje me mua që të kujdeset sinqerisht për gjërat tuaja, sepse të gjithë kërkojnë interesin e vet dhe jo atë të Jezu Krishtit. Por ju e shihni provën e tij se si i shërbeu bashkë me mua ungjillit, si një bir i shërben të atit. Shpresoj pra, t'ju a dërgoj atë menjëherë, posa të marrë vesh si do të vënë punët e mia. Dhe kam besim te Zoti që edhe vetë do të vi së shpejti. Por mu duke nevojshme t'ju dërgoj Epafroditin, vëllan tim, bashkëpunëtorin dhe bashkëluftëtarin që më patët dërguar si shërbenjes në nevojat e mia, sepse kishte shumë mall për ju të gjithë dhe i vinte keq, sepse kishit dëgjuar se ishte i sëmur. Edhe vërtet që i sëmur, gati për vdekje, por Perëndia pati mëshirë për të dhe jo vetëm për të, por edhe për mua, që të mos kisha trishtim mbi trishtim. Për këtë arsye ju a dërgova me shumë ngut, që ju kur ta shihni përsëri të gëzoheni dhe unë të kem më pak trishtim. Priteni pra në Zotin me gëzim të madh dhe nderoni të tillë njerëz, sepse për veprën e Krishtit ai që shumë afër vdekjes, duke e vënë në rrezik jetën e vet për të përmbushur mangësitë e shërbesës suaj ndaj meje.